Fituesi i Ferma VIP Dionis Biba ka pasur fat pas ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë. Ai në rrjetet sociale ka publikuar një fotografi ku shihet se ka vënë bast prej 10.000 euro për fitoren e Shqipërisë. Dionisi nuk u zhgënjye. Pasi Shqipëria mundi Serbinë me rezultat 1-0 me golin e Rei Manajt, ai ka fituar plot 55.000 euro. Duket se fituesi i Ferma VIP e ka ndjerë se Shqipëria do të triumfojë në Leskovac. Fituesi i Ferma VIP Dionis Biba ka pasur fat pas ndeshjes mes Serbisë dhe Shqipërisë. Ai në rrjetet sociale ka publikuar një fotografi ku shihet se ka vënë bast prej 10.000 euro për fitoren e Shqipërisë. Dionisi nuk u zhgënjye. Pasi Shqipëria mundi Serbinë me rezultat 1-0 me golin e Rei Manajt, ai ka fituar plot 55.000 euro. Duket se fituesi i Ferma VIP e ka ndjerë se Shqipëria do të triumfojë në Leskovac.